Strehimi në Tiranë është bërë një sfidë e papërballueshme për shumë qytetarë të cilët kanë zgjedhur që jetën e tyre ta zhvillojnë në këtë qytet. E lidhur me këtë temë, sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dorina Pojanin, një urbaniste dhe akademike e cila jeton në Australi. Përshëndetje Dorina, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Dorina, kemi zgjedhur 4 foto për të kuptuar si aspektin e strehimit, po ashtu edhe aspektin urbanistik që ka sot Tirana. Kështu që le ta nisim me foton e parë. Kjo është një foto nga pallatet e kohës së komunizmit, të cilat sot janë ende të banueshme. Ne do donim të dinim se çfarë rëndësie urbanistike kanë këto ndërtesa sot për kryeqytetin. Tani për tani shikohen me sy kritik, sepse nuk janë të mirëmbajtura. Do thuash çfarë vlerash kanë këto banesa që mund t'i rivlerësoj popullsia shqiptare. Po një vlerë është për shembull që nuk janë shumë të larta. Tjetër gjë të mirë që kanë banesat e asaj kohe është prezenca e dritareve si në kuzhina si në banjo. Në Tiranë sot ndoshta banesat e asaj kohe janë të vetmet që kanë mbetur me ventilim tërthor. Kështu që këto janë vlera, janë gjëra të mira, pavarësisht se ato fasadat tani janë çiksit ngrëna me dhëmb, mund t'i quajmë edhe postmoderne deri një farmase, sepse e kanë thyer atë modernizmin me të cilin ishin ndërtuar. Banorët kanë bërë gjithë ato ndërhyrjet e veta si kanë dashur, kanë shprehur kreativitetin e tyre në një farë kuptimi. Por dhe ajo mund të konsiderohet një lloj vlere. Një nga shqetësimet sot në Tiranë është që shumë banesa që dikur jepeshin me qira afatgjat, sot po jepen me qira ditore. A mendoni që ky është një shkak kryesor, fakti që janë rritur kaq shumë çmimet e qirave në Tiranë? Nuk mendoj se është ndër shkaqet kryesore, them se shkaqet kanë rënë shumë më të thella në ekonominë dhe politikën shqiptare, por është një shkak. Është diçka që diskutohet shumë edhe në Australi, në vendin ku unë jetoj. Prezenca e platformave si Airbnb, që operon edhe në Tiranë, konsiderohet si një ndër arsyet që ka hequr nga tregu banesat për qira afatgjate, sepse është më me përfitim që t'i japësh banesat me qira në formën e hotelit. Kështu që kjo tendencë them që duhet frenuar, nuk e ka në dorë vetë banorët këtë, diçka ku duhet ndërhy qeveria. Rasti i Shqipërisë, varet tani çfarë lloj ndërhyrje mund të zgjidhë qeveria shqiptare, mund t'i ndalojë totalisht ose mund të operohet me anë të taksave. Për shembull, banorët e Tiranës që kanë në pronësi një banesë për të jetuar dhe 2-3 banesa të tjera për të dhënë me qira, qoftë afatgjat, qoftë për Airbnb, domethënë është biznes. Në atë rast është biznes, mund të taksohen më tepër se banorët e tjerë. Këtë foton e kemi marrë nga zemra e Tiranës. Do donim të pyesnim se çfarë roli luajnë këto ndërtesa në planifikimin urban? A janë thjesht një simbol prestigjhi apo kanë vërtet një funksion praktik? Ky është problemi të ashtu quajturës star architecture, quhet anglisht, që është kombinimi i fjalës star, yll dhe architecture, arkitekturë. Domethënë, kjo përthithje e arkitektëve të njohur në nivel botror nga qytete të ndryshme si një formë për të bërë një lloj marketimi. Përveç kësaj, nuk mendoj se këto kulla të larta, edhe nëse janë të dizenjuara nga arkitektë shumë njohur, nuk mendoj se i shtojnë kaq shumë qytetit. Njeriu i zakonshëm çfarë përfiton nga këto kulla? Përgjithësi ato i shërbejnë biznesit, nëse ka njësi strehimi brenda në këto ndërtesa, nuk janë asnjëherë për shtresat në nevojë, sepse janë tepër të papërballueshme nga pikpamja e çmimit. Kjo është një foto tjetër nga banorët e 5 majit në shkurt të vitit 2022, ku policia po ashtu edhe IKMT-ja zbarkuan në orët të para të mëngjesit për të shembur shtëpitë. Ju si e keni parë gjithë këtë situatë dhe si e vlerësoni menaxhimin e zhvendosjes së banorëve nga kjo zonë? Këto ndodhin tani në urbanistik që zhvillohet qyteti, nganjëherë është e nevojshme që t'i merret prona dikujt që të zhvillohet qyteti në mënyrë racionale, jo kuturu. Por unë si urbaniste nuk mund të jem dakord me një situatë ku shteti vetë i bën banorët të pastre. Kjo nuk është okay në një shoqëri moderne, kështu që edhe nëse ata banorë kanë pasur shtëpi pa leje në atë zonën ku janë, një zgjidhje paraprake
duhet dhënë para se të lëvizen këta banor nga shtëpia. Pastaj kur i kanë pronat e tyre, patjetër që duhen kompensuar në nivel tregu. Kjo është një panoramë e cila e shohim çdo ditë thuajse në rrugët kryesore të Tiranës. Si e shikoni ju këtë fenomen, ndërkohë që ndërtimet po ashtu edhe zhvillimi ekonomik është në rritje në Tiranë? Është fenomen shumë i trishtuar. Tjeshi pas tre është një nga situatat më të vështira që mund përjetoj njeriu, besoj. Patjetër është problemi urbanistikës, por është një problem që lidhet edhe me aspekte të tjera. Kështu që duhet bashkëpunim ndërsektorial për ta zgjidhur këtë problem. Është problem shumë i vështirë, po them se i trajtueshëm, në mos i zgjidhshëm totalisht. Si mund të balancohet plani zhvillimor i Tiranës me nevojat për strehim të përballueshëm për qytetarët që kanë më pak të ardhura? Deri tani, sektori i strehimit është lënë pothuajse krejtësisht në dorën e tregut privat. Por një gjë si strehimi nuk mund zgjidhet totalisht nga tregu. Këtë shikojmë nga përvoja botërore me strehimin. Ka pasur shumë vende, sidomos në veri të Evropës, vende si Hollanda, vende si Mbretëria e Bashkuar, që dikur kishin shumë banesa sociale, erdhi një moment i privatizuan me idenë që të ulim kostot e shtetit dhe çfarë solli kjo? Solli më tepër krizë strehimi. Dua t'ju bëj edhe një pyetje të fundit se si do e përshkruanit Tiranën aktuale. Tirana e sotme ka këto problemet që folëm, është qytet i bukur, ka shumë gjëra që i mungojnë qyteteve të perëndimit, ka klimë të mrekullueshme, ka banor që janë shumë të afrushëm, shumë miqësor, dhe është qytet i gjallërishëm, gjithmonë shikon fytyra të reja kur del. Dorina, faleminderit që pranuat ftesën, ishte një kënaqësi për ne dhe bashkë me ju do shihemi në intervista të tjera. Ju falenderoj dhe juve, kënaqësi.